إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله يستندرشم ne do të ndalna sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala për një tregim që e ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në suratul Kahf. Kur të flasna për një tregim apo një rrëfim që Allahu subhanahu wa taala e rrëfen në Kur'an, është një sant, një rrëfim, është një burim të cilët kur nuk shterën. Se rrëfimet të cilat i ka rrëfej Allahu subhanahu wa taala në Kur'an janë thuajse 1/4 e Kur'anit është rrëfime në Kur'an. E këto rrëfime janë që ne të marrim mësim gjatë jetës tonë, sa të jetojmë dhe të përfitojmë dhe të mësojmë. Nuk është rastësisht që 1/4 e Kur'anit janë rrëfime që na rrëfen Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Allahu thot laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Në rrëfimet, në tregimet e atyre që kanë para teje o Rasulullah, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ibra, mësim, dobi për kanë liulil albab, ata të cilët ndalen dhe tin të mendojnë. Dhe thot, ai njeri i cili din të meditoje, ai njeri i cili din të lexon situatën, është për këto. Se për ndryshe, ai nëse nuk është i kthelt, nuk është i mençur, është problem që t'i kupton gjërat. Rrëfimet Kur'an nuk janë vetëm një argëtim. Nuk është vetëm se periudhë kohore. Rrëfimet që i ka pru Allah, apo tregimet, nuk është që mi vu fëmijë në gjumë. Rrëfimet që kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunnet janë për mi zgju burrat prej gjumit. Jo fëmijët me i vun gjumë. Se mos mendon dikush, bër rrëfime, tregime, me i shti fëmijë në gjumë. Jo, kjo është me i zgju burrat prej gjumit. Se nuk është rasti që i ka pru Allahu subhanahu wa taala. Në suratul Kahf, Allahu subhanahu wa taala i përmend 4 tregime. Tregon ashabul Kahf, banorët e shpellës, gjelmosha të ri që i përshkruan Allahu, që e kanë rujt imanin e tyre, besimin e tyre. Tregon Allahu subhanahu wa taala ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam me Khadirin, kur ka hyrë në anije, kur e ka vrarë fëmijën, kur e ka rregulluar murin, do thot. Dhe rrëfimi 4 është pronari i dy kopshteve. Pronari i dy kopshte. Dhe rrëfimi 4 në surat al-Kahf, që e tregon Allahu subhanahu wa taala, është ngjarja e Dhulqarnainit me Yejujët dhe Mejujët. Se si e ka ndërtuar murin e madh Dhulqarnaini, Allahu qoftë i kënaqur me to, do thot atë mur çash nalt që e ka ndërtuar, aq i fort, aq i gjan, që s'ka pas kush me mujt me hip nalt, po as ka pas kush mundësi dikush ta shpërthen. Edhe ne parimet tona duhet t'i bëjmë si muri Dhulqarnainit. I nalt që mos të t'hipja askush mbi qaf, i fort që mos të t'lohaqja askush, i qëndrueshëm që mos mundet me shpërthej askush. Dhe thot se kena ne parimet tona i kena prej Kur'anit dhe Sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ky rrëfim, të cilën do të flasim ne sot, është që ka të bëjë mes imanit dhe kufrit, mes çështjeve të besimit të shokut të tij dhe këtij jo besimtarit. Tregon se a janë gjërat që Allahu subhanahu wa taala t'i jep,
apo është aftësia jote, mençuria jote që ti arrin. Ky rrëfim është që tregon Muhammed ibn Hasani, thot se janë kanë dy ortak, të cilët kanë pas ortaklok edhe ka ardhur koha me ndajt. Dhe ndahen dy ortakët, ortaki i parë merr 1000 dirhem, i blen rob dhe i shlon për hir të Allahut. Përpara ka pas rob, ka shkon pazar, sa pare janë çto rob? 1000 dirhem. I merr 1000 dirhem, ajde tash jeni për hir të Allahut lirë, shkojni fi sabilillah. Dhe 1000 dirhem tjerat vjen dhe i merr, blen tesha dhe shkon i vesh fukarat. Ushqim, veshje, i dreton, to i keni për hir të Allahut. Pas ortaklloki që kanë ndajt, parët që i kanë ndajt. Dhe pjesën e tretë të pareve e merr ky ortaki i parë dhe merr, blen, ndërton xhamia dhe i ngop fukarat dhe i harxhon parat. Ortaki dit me parët, 1000 dirhem parë shkon i marton disa gra. Dy me 1000 dirhem tjerat shkon blen do bakti, deve, lop, dhan, i shton ato. Dhe i treti ortak, i treti 1000 dirhem të tretat i investon në biznes. Dhe ecën puna, kjo është transmetimi i parë. Ecën, derisa ky ortaki i parë, që i ka ble rob dhe i ka shtu për hir të Allahut, ka ble tesha, i ka vesh të varfrit dhe ka ndërtu xhami, kapitullon. Dhe shkon, thot, ka dal more, kam pas një ortak tja trokiti derën. Shkon taj, i thot, ku je, çish ka halët? Thot, që, po thot, a ndojtë mallin, për gjys, tha, po, e ku i ke parët? Tha, vallaj, i tregon, e bona ket. Thot, pse ti ke mendim se sadaka e cil dobija? Prej ka? Shte e pret për ortakit të vet, i thot, pse ti ke besim që sadaka e cil dobija? Ndalet. Thot, pse ti mendon se kiameti do vinja? Ai thot, po more? Thot, çu dil jashtë pi kopshtit tem. E përzan, ortakin e vetë që ka këtë besimtarin. Në transmetimin tjetër, që transmeton ataja, thot që këto i kanë pas në biznes 8000 dirhem. I kanë dojt ka 4000 dirhem. 4000 ti ortak, 4000 unë, ti pa që udhën tonë dhe unë e pa që udhën teme. Dhe mbaron. E dy sa kanë thonë që këto janë kon vllazën prej babe dhe prej nane. Janë kon vllazën prej babe dhe prej nane. Pas që ndojnë ka 4000 dirhem, i pari shkon dhe e blen një tokë. I diti, ortaki dit, kër e dëgjon që e ka blen një tokë, thot, ja rap, edhe unë e pe blen një tokë, ama në xhennet. 1000 dirhem për në xhennet, e blen një tokë sadaka. Kër dëgjon që i pari ka blen tokë, ki e blen tokën aman, vakaf, sadaka për Allah. I dita, ki 1000 dirhem tjera, shkon i merë, thot, e blen një shtëpi. E bon një shtëpi të madha. I diti, thot, ja rap, unë e pe blen këtë shtëpi, edhe këtë për jap sadaka. Ortaki tjetër, me 1000 dirhem, shkon e martohet një grue. Ki tjetër thot, ja rap, shto 1000 dirhem, veç me marr një grue, unë për i lëm meher për një grue në xhenet. 4000 dirhem që në, do thot 4000, thot, ki shkon e blen shërbetor dhe punëtor, që ti ketë se të punojnë dhe të ta shërbejnë. Ki kur dëgjon ortaki tjetër, thot, ja rap, që to paret, që to shërbetor, që to punëtor, për i lan për në xhennet, ja Rabbel Alamin. Ki tjetëri ecën të risa i shtonë baktit, i shtonë molli, i shtonë tregtia, i shtonë mirësit. Këti tjetëri donë Allah subhanahu wa taala e spravan dhe shkon të poshtë. Dhe një ditë prej ditëve, kur e sheh që i ngushtohen shumë situata dhe gjendja, dhe shkon thot të shkoj të ortaki parë, thot, të ortaki jam thot saglon, nuk më lën rrugë. Kur shkon atje, e thot, çka bën ti me parët që i ndajt ortak, që lidhet me të parën? Thot, vallahi dash sadaka. Thot, pse ti beson sadaka? Sa hep suput. Ju thot punëtorëve, kre një zhak nxjerr një jashtë. Nere merr dhe i bën në xhiro në kopshtin e vet, hurmat, e she. Thot, këshish ku kam arritur unë. E thot, ti me parët tuaja që shtu, kap një zhak dhe nxjerr një jashtë. Dhe kështu e nxjerrin këtë person
jashtë prej kopshtit. O vëllezër, Allah subhanahu wa ta'ala, kjo thashtë ta keni qartë, për çka do të flasmi. Dhe do t'i shohim në ajetet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah në surët al-Kahf na ka treguar dialogin, mohabetin që e kanë bërë këto dy ortak ndërmes veti. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Wadrib lahum mathala ar-rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a kilta al-jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahra." Allah subhanahu wa ta'ala thot: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe sjellë këtyre njerëzive, shokëve, sahabeve, dhe tjerë që do të vinë pas teje, sjellë këtë shembullin e dy vetave. Që njënit prej tyre dyve ja dham dy kopshte. Kopshte me rush, dhe ata me rush për rreth rushit ja thurëm me hurma, bainahuma zar'a, mes atyre mes hurmave dhe rushit ka pas hapësira me fruta dhe pemë të ndryshme. Kilta al-jannatayn atat ukulaha. Të dy këto kopshtet thot kanë dhënë frutin e vet, kanë qenë bolloshme, bereqetshme, dhe asnjëna nuk ka shluar më pak se tjetra. Para mendoj lumi Allah. Wa fajjarna khilalahuma nahra. Thot dhe mes këtyre dy kopshte thot i kena qit në një lum që gurgullojke. Para mendoj një lumi Allah. Hurma për rreth, që hurmat e nalta, që ta ndalin rrezet e dellit, që pemet, frutat, mos vishkën, mos dobësohen, mos thahen, plus lumin mes të dy kopshtve, që në zonin ta knaq veshin, për edhe ta knaq syrin, edhe të nin knatësi, të jep një vullnet të madh, edhe plus e furnizon këtë kopshtin. Allah subhanahu wa ta'ala me katë na tregon se çështja e kopshteve dhe lumejve është një knatësi në dunjë. Mos flasna për në ahiret. Për këtë Allah thot në ahiret: "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar." Njerëzit e devotshëm do të jenë fi jannatin, në kopshte, wa nahar, dhe në lumej. Xhennet do ketë kopshte dhe lumej. E Allah subhanahu wa ta'ala këtij personit ja ka dhënë edhe kopshtin edhe lumin mrena, që ki të knaqet, por sa o kon njeri mirë, sa është kon mirë njës ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Për këto ajete në surët al-Kahf na tregojnë njeve mbrëndësin e njeriut, realitetin e njeriut, se njeriu najherë nuk e di veten e vetë vetëm kur t'i vjen bolloki. E ky person kur i ka ardhur bolloki, kur i ka ardhur mirësia, hennes ka zonë ta vjellje atë që e ka brenda. Allah i na ruajt. Kur thot Allahu rajulejni, dy njerëzi, dy burra, do thot kjo ndodhi, ka ndodhe vërtet, nuk u iluzion. Do thot njoni o kon kafir, qetri o kon besimtar, i ka besu Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thot që ngjarja, ndodhi e cila ka ndodh para teje o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot edhe këto ti tregoj për mendjenmadhsinë e këtij qafirit, por kokforcin e këtij që s'ka dit me njoft Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në këto dy kopshte i ka dhënë aq mirësi, aq bereqet, që me to është bo pasanik dhe është bo njeri i dalluar. Pse? Se Allah subhanahu wa ta'ala shka tha: "Wa fajjarna khilalahuma nahra." Dhe mes këtyre kopshteve kena nxerr ujë që gërgullon. Pse ujë që gërgullon? Ujë i frest, jo ujë i qelbet, ujë që i flen, po që del se hertaze. A është e njëjta i kajnaki edhe ujë që është i freskët për burimit? Nuk janë të njëjtë. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Ne kena bo, do thot prej ujit çdo san që të gjallëroje. Do thot pa ujë nuk ka mundësi njeriu të jeton. Edhe njeriu që ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala
trupi njeriut është me ujë. Nëse merr dhe shikon pjesën e tokës, e shikon sa sasi ka tokë, sa ka ujë. Nëse merr i shikon frutat si frut, sa përqind ka ujë. Do thotë që Allahu subhanahu wa taala ka bërë çdo send që të jetoje, sebeb të jetë uji që njeri të jetë i gjallë. Wa kana lahu thamarun. Dhe ki ka pas shka fruta. Begawi ju thot, nëse lexohet me fetha, thamarun. Thot është frutat, që i nxjerr frutat breqeqme, dardha, molla, kajsia, rushi, dredza, lejthia, gjithë. Por nëse lexohet thot me dama, thumur, thot nëse lexohet thumur, është qëllimi thot pasuri të madhe. Me thumur. Pasuri e madhe, mujahidi thot, do thot ari dhe argjent. E ka për qëllimin. Do të thot, tu di ant, edhe një, se ki kur e ka shit ato frut, ato peme, ka bo pare. Do të në realitet edhe pare ka bo shumë, po edhe ata parët i ka shëndru në ari dhe në argjent, do thot që kuptohet, das e lexuam me thamar, dash thumur, do thot kjo të regon që ai ka bo pasuri të madhe. Dhe tham që ka i tha, se i ka thonë, porën tonë duke kelon sadaka. Ti zdike. Fa kale li sahibihi wa huwa yuhawiru. Thot dhe i thot shoku të ti duke biseduar. Ana aktharu minka malan wa azzu nafara. Tash ki që ka po pare pasuri? Që thot? Ana akthar minka malan. Unë thot kam pasuri ma shumë se ti, o ti, o dost. Pse dhava sadaka porën tonë? Wa azzu nafara. Dhe unë kam shok ma shumë. Kam autoritet, kam fam, kam pozit, kam shërbetor, kam këtë, unë jam i gjanë. Se kishta shkara poshtë, edhe keni po njerëzit, pak rujna zot një musibet, apo një sprova, një fatkeci, më njerë të rriqen ato laskucat. Subhanallah, që ditë shma është. E para me ndo këtë Allah në e përshkru në njeve të surët të lkef, para sa viteve. Ta është ki kur e shet që shok i vetë, ortok i vetë, ka ra për toke, e ta është ki, ana akthar min ke malen, wa azzu nafara, unë e kam ma shumë se ti pasurije dhe kam fame, kam autoritet, e kam pozit. Wa dakhale jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, thot hinë në kopshtin e vetë ki, wa zalimun li nafsi, zullum të i bo vetës vetë. Kush? Që ki që ka lufdrohet. Dhe i tregon që une jam ki. Si i bon zullum vetës, ka mohuar Allahun. Mendje madhësia po, mbashtrimi vetës po, mos besimi ditën kiametit po. Do të ki njeri i bon zullum vetës e vetë, çdo njeri që nuk i beson Allahun, ai ka bëa zullum vetës së tij. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala tregon, qala ma adhunna an tabida hadhi abada. Kur ka hije mbrenda, thot unë nuk besoj që kjo mund të bjerë edhe një herë. S'ka shanca. Ki kopsht, kjo pasuri, kjo, kur njëherë, s'ka shanca. Wa ma adhunnu sa'ate qaima. As që kiameti ka me ardhë. Allah i na rujtë. Tash me ka ban, në ortakin e vetë ban mahabet. Ki fillon sa ortakin e vetë të sulman. Pse sa i thash dhash sadaka, dhash për Allah, dhash ket, e ki qka? Ti, une as nuk besoj, e nuk kam autoritet, edhe nuk besoj që kjo hupën, edhe nuk besoj, wala in ruditu ila rabbi, kështë një belojnë e madhe. Wala in ruditu ila rabbi, la ajidanna khayran minha munqalaba. Ana nëse kthehem thot helbet si të këtë zot, helbet, shtash ki, po i thot ti muslimanit. Thot nëse kthehena helbet, që ka zot taj si po thue, thot do ta gjojnë ma shumë atje. Ma shumë se kaq. Kjo është një smuj shumë e rrezikshme. Do thot njeriu kur mendon që e ka drejt sa herë. Kjo është. Do thot që e mendoj, do me ku ne meritoj se unë jam i Zoti, kam aftësitë e mia dhe edhe helbet, unë prapë boj kët. Allah i na ruaj. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Shtash. I thot kush? Ki besimtari, duke shte po. Ai po ti thot disa fjalë të dën, gosh dhe mbaroj fjalën. A ti do t'ja kthesh? Do e shohsh. I thot ki sahib në gjuhën arabe është njërin që shoqëron, ose në bank, ose në shkollë, ose në kerr, ose në udhë, do të rri me ti. E tash i thot, a kafarta billadhi khalaqaka min turab? Ai ose po, tamam, rregull. Thot mirë. Ti thot apo mohon atë i cili të krijoi ti prej dheut, prej balte?
thumma min nutfatin, e pastaj prej spermës, thumma sawaka rajula, e pastaj ka bo burr, vesh, si, hund, goj, dorë, zemër, kom, je martu, edhe ti ka bo Allahu, ti po e mohon. A shqip një njëri menqët, besimtari? Ku e këthen mas pari? A këthen min turab, të dheu. Thot ndale pak se baba ju në kon dhej, prej dheju të kina sajnëcan. E pas dhejve që ka nutfa. Pse si ka thonë mudga? Kini dëgjua hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për që njeriu kur krijohet në mitrën e nonës mas pari çka bën është? Piku i sper. Tona gjak, tona cop mishi apo. Tona pse nuk ka thonë, a nuk e kujtove kur të boni Allahu, kur ta dha shpirtin ti, në momentin që ta frini shpirtin, a harrove ti? Në momentin kur ta shtrujti rrezkin, por pse ki person i tha nutfe, sperm? Cila fjalë nëntshmuese, a sperma apo cop mishi? Sperma. Dhe ti ke kon kur një sent heq. Je kon ka ki uj, ke sperm ka dal pite baba, ka i mitrën e nonës. Dhe ti je shumë i ullt, o ti pse mohon Allahun? Pse i refuzon këto të mirat të Allahut? Për çka i mohon këto të mirat të Allahut? Kje ka këthim pikën e pari, ka tregu se ti sa i dopt je, e pastaj Allahut ka bot madh dhe ka dhon aftësi, edhe ti po mburrësh me këtë pasuri, po mburrësh me famën, po mburrësh me fëmin tuj, lakinnehu Allah Rabbi, por për mua është Allahi, është një krijuesi tokës dhe të qiellit. Zoti im është Allahi. Thot se ai më ka dhon shëndet, ai më ka begatu me mirësi, ai më ka kriju, ai më ka udhëzu, ai më ka furnizu, ai më ka dhon, ai më ka lënë të jetoj gjallë, ai është që i marruan shëndetin. A e more vesh? I thot këti mushrikit, wala ushrik bi rabbi ahada, dhe unë nuk i bëj ortak Allah subhanahu wa taala. Kështu e ka besimtari çka? Parimin, rregullin. Do thot që ti pa marrë parasysh sa do qoftë që të vjen sulmi dhe sant, ti duhet të kesh, do thot parimet tuaja fetare. Pa marrë parasysh kush është ai para teje. Dhe pastaj thot, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwata illa billah. Dhe thot, o dosti jam, o shok jam, ti do ishte mirë që ti kur t'ishtë kopshin tant, në ketë mirësi që të ka dhënë Allah, këto hurmat e mdoja, ketë rush, këto pemë, këto perime, ketë uj, ketë liqen, ketë. Thot, është mirë ti kur t'ish, thuj, masha Allah, la quwata illa billah, nuk ka forcë si mund ta humbje këtë përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është për Allahut, kjo është për krijuesit tokës dhe qiellit. Falendroj Allahun, thuj masha Allah se ka mundësi mësyshi e merë. Ka mundësi e dëmton familjen tënde, ka mundësi e dëmton pasurinë tënde, ka mundësi e merë mësysh edhe e lëndon. Po thuj masha Allah. In tarani ana aqalu minka malan wa walada. Edhe pse ti dost ish ortak jam, ti qafir po, ortaklëk Allahut po, këtë këqejat, thot in tarani ana aqalu minka malan wa walada, edhe pse ti je duke më pa mund që unë e kam pasuri ma pak, në karo niveli, wa walada, edhe kam fëmijë ma pak, por unë e thot nuk mburna me këto sende të dunjojës. Thot mua më intereson një sand që të lodhna për në ahiret. Mu më intereson që me këtë mjetet të dunjojës unë të fitoj ahiretin. Ati që e ke mendimin tjetër ati e jo t'jash, por kjo nuk del mirë. Asa rabbi an yu'tini khayran min jannatik. Thot se s'dihet ndoshta Allah më jep diçka më të mirë se kopshti jot. Më mirë se atë ti që pe shen si tuj që po mburrësh. A më jep Allahu pasuri, ma kthem pasurin. Apo Allah më shputon në ahiret. Apo Allah jep pas arzëve të mia ruan imanin. Apo Allah më ruan më ka rujt për një bela më të madh. Nuk e din ti se çka ka mundësi të më jap Allah subhanahu wa taala. O yursil alayya husbanan min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Ose thot Allahu çarrofeg prej qiellit dhe ta bën shkrumket çka e posedon. Të bëhet rrër, të bëhet dhe, të bëhet e zez, nuk ka asnjë sen. S'dihet thot. Mos u mburr shumë. Se në dorën e Allahut është. Ti je njeri, ke pasaftësi, ke arritu, vetëm mos haro se ka një Allah
Ai është nalt mbi arshin e madh? Ai kur don diçka ndron çdo send? O yusbiha ma'uha ghawra, ose dosti jam tot ka mundsi Allahu ta merr këtë ujin. Yusbiha ma'uha ghawra, Allahu e tërheq ujin te poshtë. Ç'kit liçençe ke? Sa liçene janë shterë? Plot. Sa bunarna janë shterë? Plot. Sa ka ra niveli ujtit në botë? Plot. Apo falan tastati lahu talaba, thot ta kreh Allahu ujtin te poshtë të rreshtok, ti shpon bunar s'ka ujë, 100 metra s'ka ujë, 200 s'ka ujë. Dhe tërheq mor Allahu, dhe thohen krejt, e si ta tërheqi Allahu ujin, a ka dikush tjetër që mund me të pru ujë? E nëse e tërhek Allahu ujin, a ka mundsi pemat dhe frutat të çndrojnë? A ka mundsi baktit dhe hajvanatit të jetojnë? Thot, e kjo thot ti, dalu shok dhe mendo se ka mundsi këto. Uhita bi thamarihi wa khawiyatun ala urushiha. Thot, dhe kur vjen ki, mëngjes, fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Vjen ki dhe kur hin kopsht, Allah ja ka pranu doan kujt? Çatoj besimtarit, çatoj që i tha kap një zhak dhe të zer një jashtë, ha? Çatoj ortaki që ishte ipke sadaka, që ortaki që dha mallin e vet për Allahun e vet, që ortaki që desh talone vakaf talone hurin ta rezervojë në xhenet, shtëpinë xhenet, tokën xhenet, Allah ja pranon duan, thot kur vjen ki ortaki tjetër, që mos kur e pa që kopshi u ka bë shkrum, s'ka, sa filloi që bëhet durve e veta. Ku çka investova? Kulem ushrik bi rabbi ahada. Sikur se mos të kisha bërë tak Allahut. A më vonë? Kam barua fati. Ti kur dashte mos mi bërë tak Allahut, kallëzosh azgënllëk. Kallëzosh e burni, aftësi, zotësi. E në këtë moment tregon që Allahu subhanahu wa ta'ala yudafiu anil ladhina amanu. Allahu i mbron ato të cilët besojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ki i tregoj tauhid, i tregoj ke besim në Allahun, ai u talke me to. Dhe me ke unë s'kam dhonë sadaka, po që e te kam mallin, këshire, hapisit. Ti ke dhonë sadaka, dhe, peshe, mbet e kërkund. Vjen prap të une me mlut mu. E Allah subhanahu wa ta'ala ja ka pranu duan këtit sinqertit, të risa kur e ka po që s'ka mall, ka thënë, sikur se mos t'i kisha bo shok dhe ortak Allahu subhanahu wa ta'ala. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah, wa ma kana muntasira. As që ka pas që jo shoqëri, a tha që kam shoqëri, a tha që kam fam, a tha që kam autoritet, a tha që kam, thot as kush s'ka pas mundësi që shti mushrikit, që shti ortakit të keq, jo besimtar, as që ka pas dikush mundësi t'i ndihmojë t'ja shpëtojë mallin. Atë që ai e ka është lufdru, është mbur prej vetës. Pa as që pat mundësi vetën e vet ta shpëton. Hunalika al-wilayatullah lilal haq. Do thot kjo është që njeriu besimtari i devotshëm do t'i mbështetja te Allahu subhanahu wa taala, pa marr parasysh sa është ofendimi, pa marr parasysh sa është akuza, pa marr parasysh sa ti lëndohesh, por ti kur ta dish që je i pastër me Allahun subhanahu wa taala, kur ta dish ti që ke bon diçka për Allahun subhanahu wa taala, mos e ke dert se vjen momenti ku Allahu subhanahu wa taala e çet maidan besimin tënd, sakrificën tënde, se ti ke dash me çat që ta fitojsh xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. O vëllezër, o xhamat. Ne këtë se ne mbarojmë këtë ligjërat sonte, por inshallah në nesër inshallah sot, po nesër inshallah do të vazhdojmë. Që kjo smundja psikologjike që 5 muaj psikologjike që e godasën njeriu kur t'i çelën të mirat e dunjos. 5 muaj. Këtij personit, çti ortakit parë, mushrik, që së kom besimtar, e kanë godit 5 muaj. Këto 5 muaj paraqiten kur ka bollok, kur ka mirësi, rahati. Ose tut pensat për një rendi, ose njëna ma vonë, njëna ma herët, rujna zot. E inshallah, do t'i shohëm inshallah me lejnë Allah nesër, cilët janë këto 5 muaj që e kanë godit këtë njeriun, i cili ka muhu të mirat Allahut nesër. Allahu ju ruajt, Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ju shpërblet.